Një pyetje e papritur e Ludos ka kthyer shtëpinë më të madhe në vend në një shpërthim të vërtet të qeshurash, duke krijuar një nga momentet më gazmore të ditës mes banorëve. Teksa bia ju afrua Arditit dhe situata duke krejtësisht normale, Ludo vendosi ta trazojë atmosferën me një batut pikante që nuk kaloi pa u vënë re. Me humor të drejt për drejt, ai e pyeti Arditin sepse nuk e lëviz specin që ajo të ulet më afër, duke e kthyer menjëherë skenën në një moment të sikletshëm, por tejet argëtues për të gjithë të pranishmi. Reagimet nuk vonuan. Të qeshura të forta, batuta mes banorëve dhe një atmosferë lehtë që theu çdo tension të mundshëm. Pavarësisht situatës dhe komenteve me nënkuptime, Arditi tregoi se dita menaxhoi lojën dhe presionin brenda shtëpisë. Ai nuk hezitoi as pak të përgjigjej Ludos, duke u shprehur me vetbesim. Pasha të madhin Zot Dimestopu, një përgjigje që e rriti edhe më shumë të qeshurën dhe reagimet pozitive nga banorët. Ky moment u kthye shpejt në temë diskutimi brenda shtëpisë, duke treguar edhe një herë se humori, batuta dhe ndërveprimet spontane janë pjesë e pandashme e lojës dhe dinamikave që mbajnë gjallë spektaklin. Banorët vazhduan ta komentojnë situatën edhe më pas, ndërsa publiku jashtë pritet ta shijojë këtë skenë si një nga momentet më argëtuese të ditëve të fundit. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.